shumë e nevojshme. Ajo është shpesh motori i përparimit. Karakteristika e saj është diçka krejt tjetër. Është momenti kur ankesa pushon së qeni mjet. Dhe kur kritika bëhet identitet. Dhe kur njeriu nuk lufton më që problemi të zgjidhet. Lufton që problemi të mos mbarojë kurrë. Sepse në çastin kur problemi zgjidhet, duhet gjetur me një herë një problem tjetër. Dhe ja një shembull shumë i zakonshëm. Në një familje mungon detergjenti. Ankesa është krejt e arsyeshme. Detergjenti blihet. Por del problemi se nuk është marka e duhur. Edhe ajo ndrohet. Pastaj del problemi se u ble me vonesë. Pastaj del problemi se pse u kërkua falje. Se nuk ishte pse të kërkoj falje nëse nuk do ishte bler me vonesë. Dhe nuk do ishte bler me vonesë nëse do ishte marka e duhur. Pastaj vjen ankesa që pse duhet thënë 2 herë. Dhe pastaj pse falja nuk ishte tonin e duhur. Në fund kupton që detergjenti nuk është problemi. Problemi është nevoja që ankesa të vazhdojë, sepse ankesa është bërë identitet. Natyrisht politika s'është kuzhinë, por mekanizmat njerëzor nuk ndryshojnë aq shumë dhe as ata politik jo.